Një aksident I rënd është shënuar pas ditën e së dielës në rrugën e Arbrit në segmentin Bulqes-Klos. 2 automjete u përplasën kokë me kokë në fshatin Planibardh, bashkisë Klos. Si pasojë e përplasjes humbi jetën pasagjeri në njërin nga automjetet e përfshira në aksident, ndërsa janë plagosur gjithë personat tjerë. Të 2 automjetet lëviznin në sensin Bulqes-Klos, ndërsa automjeti që drejtohej nga shtetasi Gjoni Sallaku dyshohet se ka goditur nga pas automjetin që drejtohej nga shtetasi Sajmir Cecja. Ky I fundit po kthehej për në Vareza që ndodhen pak metra larg rrugës Arbrit. Si pasojë e goditjes së fortë ka humbur jetën në vendngjarje 60-vjeçari Halil Gjashi, ndërsa kanë mbetur plagosur 7 persona të tjerë që ndodheshin në automjet. Ata janë dërguar për mjekim më të specializuar në spitalin e traumës, ndërsa mësohet se edhe një pasagjer tjetër që ndodhej në mjetin ku ishte viktima është në gjendje të rëndë. Në vendin e ngjarjes ka mbërritur kryeprokurori I Dibrës Abaz Muqa edhe në ndihmë të ekspertëve vendas, edhe eksperti I aksidenteve nga Tirana Fisnik Viqishti. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit Jonathan Sallaku, I cili pritet të nënshtrohet testit të alkoolit dhe ekspertizës për mënyrën e drejtimit të automjetit.